Të dhënat e OSBE-s tregojnë se nxënësit e shkollave të mesme kalojnë deri në 6 orë në ditë në TikTok. Vetëm gjatë vitit 2026, organizata për verifikim të fakteve, Hybrid.info, ka trajtuar rreth 70 përmbajtje me pretendime të ndryshme, ku 8 prej tyre kanë nisur fillimisht në TikTok, duke u realizuar shpejt dhe lehtë. Ky rrjet social po vazhdon të jetë një nga platformat më të përdorura nga të rinjët, por njëkohësisht po kthehet në burim për përhapjen e dezinformimit. Sipas Etrit Regjepit nga Hybrid.info, TikToku, përveç se përdoret si mjet argëtimi, po shërben edhe si mjet dezinformimi. TikToku përveç burim argëtimi që po përdoret nga gjithë qytetarët, kryesisht më shumë përdoret nga të rinjt, është edhe mjet dezinformimi. Kjo për shkak se përmbajtjet cilat favorizojnë TikTok algoritmi shkaj favorizon, janë ato përmbajtje që gjenerojnë lajka, pëlqime e shikime më të mëdha. Algoritmi pra i amplifikon përmbajtje të tilla emocionale, senzacionale, cilat e dim që jo gjithmonë janë me fakte të verifikuara. Një përmbajtje e cila publikohet që merr lajka, pëlqime, komente, jo dhe mos bazohet në burime të vërteta. Kjo edhe i favorizon përmbajtjet e tilla edhe në TikTok. Ai thotë se përmbajtjet e pavërteta në këtë platformë online po krijohen aty për aty. Po për shembull vetëm vitin 2026 na si organizatë e verifikimit fakteve kem trajtu diku pe janarit 70 përmbajtje pretendime të ndryshme që kanë cirkulluar media sociale po edhe media. Media po mendoj tradicionale, kredibile edhe media sociale. Pej 70 përmbajtjeve që janë trajtuar, po që 8 kanë rezultuar të janë publikuar pretendimet fillimisht në TikTok. Më thonë të marrë parasysh edhe vitin e kalum, po edhe këtë vit, ne si organizatë kemë vrejt një ramje përmbajtjeve të trajtuara nga ana jonë që janë publikuar në TikTok. Për shkak se në TikTok publikohen përmbajtje edhe të llojit cheap, si që është me thonë fjalën e dur, nëse gjenerohen kryesisht përmbajtje cilat mund të editohen shumë lehtë edhe vetë në TikTok. Përderisa Facebook publikohen fotografi ku ndërhyrjet janë ma perfeksionume, editimi fotografive bën në mënyrë ma perfekte, në TikTok edhe pretendimet cilat na i trajtojmë, kryesisht vreje që është editu çati për çati me vegla që ty t'i jep TikToku. Sipas Regjepit, ekspozimi i fëmijëve në këtë rrjet social mbetet veçanërisht shqetësues, pasi qasja në të është shumë e lehtë dhe rrit rrezikun ndaj përmbajtjeve dezinformuese dhe materialeve të tjera të rrezikshme që nuk janë të përshtatshme për moshën e tyre. Po fëmijët nuk e ditë ashtu janë të vetëdijshëm sa i përket dezinformimit, po ne vazhdimisht si organizatë kemë bo thirrje, kemë bo artikuj, kemë bo video nëpërmjet materialeve ndryshme, kemë bo thirrje mbi rreziqet ndryshme të cilat i përfshin edhe fëmijët në përdorimin e TikTokut. Realisht është me sa e di unë shumë është e lehtë qasja në TikTok edhe për fëmijë, pra nuk kanë me fal kontrolli. Edhe kjo e bën rrezikun më të madh për ndaj ekspozimit përmbajtjeve jo vetëm dezinformuese, por përmbajtje të tjera që janë të rrezikshme, të cilat nuk lejohen për fëmijë. Regjepi thekson se edukimi medial është hapi i domosdoshëm për të dhënë të rinjve një uri të bazë për përmbajtje digjitale. Gjithmonë edhe na si Hybrid kemë publiku vazhdimisht jem august kryesor të rritjes, ngritjes vedijes nivelit edukimit medial. Një prej temave që diskutohet tash e disa vite është edhe futja e lëndës edukimit medial në shkolla, e cila kish me ndihmu të paktën të rit me fillu me marr hapat e para, BC-n e parë rreth edukimit medial. Sipas profesorit universitar Dren Gërguri, TikToku është më i ndjeshëm si platformë për shkak se përdoruesit janë kryesisht të rinj dhe mosha e re është më pambrojtur përballë informacionit, pasi mungon përgatitja mjaftueshme për gjykim kritik ndaj përmbajtjeve digjitale. TikToku mund të jetë edhe më i ndjeshëm për faktin se përdoruesit në Kosovë dhe në vendet e tjera janë më të rinj dhe mosha më e re është edhe më e ndjeshme përballë manipulimeve të informacionit, thjesht edhe për arsyeën se është një moshë që ende nuk është mjaftueshëm e përgatitur që të ketë një gjykim kritik në masën që duhet ndaj përmbajtjeve mediale që u ekspozohen. Jo që ne nuk e shohim që kjo mungesa gjykimit kritik është edhe në grupet e ndryshme shoqërore të ne, por kur shkojmë te TikToku, përdorimi më i madh i TikTokut është te 16 vjeçare më të rinj dhe ata në mënyrën se si e perceptojnë një informacion natyrisht se dallon me personat më të pjekur, më të moshuar.
Edhe Gërguri sugjeron edukimin medial, por krahas edukimit medial, ai thotë që shoqëria duhet të punojë edhe në edukimin mbi inteligjencën artificiale. Një element tjetër që mund ta përmendim te pjesa e edukimit medial dhe që besoj se është e rëndësishme që të punohet në shoqërinë tonë, është tashmë krahas edukimit medial të bashkohet edhe edukimi mbi inteligjencën artificiale, sepse thjesht po e vrejmë sa shumë po ndryshon komplet mënyra se si ne jetojmë në media, me mediat dhe rolin në rritje që po e ka inteligjenca artificiale, dhe nëse ne prap fokusohemi vetëm te edukimi medial, i bie që po e bëjmë sërish një gabim duke lënë diçka shumë aktuale jashtë një kurrikule që ne mund ta përdorim në shkolla për arsimim para universitar, fjala vjen, por këtu nuk duhet përjashtuar edhe arsimimin jo formal edhe grupet e tjera shoqërore që sot nuk janë në shkollë, por që kanë shumë nevojë për të mësuar më shumë për to, qo për idenë e mbajtjes së gjykimit kritik ndaj çfarë do përbajtje mediale që ekspozohet, qo për mënyrën se si të përdoren media, sepse edukimi medial e ka edhe komponentën e përdorimit të medias. Dhe sot secili prej nesh jemi përdorues të mediave sepse kemi profile të ndryshme në media sociale dhe edhe aty prodhojmë përmbajtje. Sipas Arta Berisha nga Spirance Institute, zhvillimi i inteligjencës artificiale ka sjell një fazë të re, ku po bëhet gjithnjë më vështirë të dallohet se çfarë është reale dhe çfarë jo. Mendoj që jemi në një fazë për shkak të inteligjencës artificiale ku shumë shpejt do të bëhet pothuajse e pamundur që ta dallojmë nëse diçka është realitet apo jo. Dhe këtu nuk flas vetëm për tekstet ose për video, për fotografi, për video, për informata, për të gjitha, domethënë shumë vështirë. Prandaj në këndvështrimin tim mendoj që duhet jemi shumë serioz në inkuadrimin e edukimit mediatik, çdo që ta quajmë, mësime për mediat, edukim medial, çdo që të jetë në shkolla. Dhe këtë duhet ta bëjmë sa më herët. Tash e disa vjet, si temë diskutimi është futja e edukimit medial në kurrikulat shkollore, me qëllim që nxënësit të mësojnë të bëjnë dallimin ndërmjet faktit dhe opinionit, dhe të dinë më shumë për mediat sociale e tradicionale, në të cilat, sipas studimeve, po e kalojnë shumicën e kohës.